sonte është para po me 2 ligjërata, afozioni nderuam, që për kësaj ere është edhe ligjërata e fundit, javën që vjen veç udhëtan për në shpe, edhe Hoxha Ahmet Kalaja, i cili prit e çdo moment me orë ka pas vonesa 2 herë, një herë në Tiranë dhe një herë në Vjenë, nuk është për fillimit me neve këtu, mirë po Hoxha do të na tregon ligjëratën e parë, një pauzë të vogël dhe atëherë Hoxha Ahmet Kalaja është këtu. Edhe inshallah kalojmë si është mas mirë, Hoxha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali wa ashabi alladhina ittaba'uhu bi ihsanin ila yawmiddin. Gjithsesi falënderimi i takon Allahut xhalla shanuhu. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij dhe të gjitha ata që e ndjekin apo e pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në mbarim të kësaj botës. Kemi nderin sonte të xhalleshanuhu të jetë Hoxha i nderuar dhe selamet ja dërgojmë Ahmet Kalaja alayhi salatu wassalam, që të na gjallëron shpirtrat tanë, shokëve të tij, i cili të gjitha ata që e ndjekin pe ujit një tokë ku gja shumë vakët ka që ajo tokë ka me të shkretir, ai bashkë me shokët po mundohet si në Shqipëri ashtu edhe jashtë Shqipërisë që të mbjellje atë farën islame, të mbjellje atë dashurin ndaj islamit. Pra, si që paraqiti edhe krijetari se në çdo moment presëm ai të na vije. Por masi thamë se vetë edhe krijetari paraqiti se është ligjërata e fundit e jemja, inshallah shkojmë me mirë rahat edhe ju lam edhe juve mirë dhe rahat. Në tha njani, ne Maqedonin edhe Shqipërin për në ndanë liqeni. Kjo si hirje në temë është. Jam duke shkuar për të xhamia Ali Pash në Ohër për Kaliqeni. Një deputet Maqedon më afruar më përshëndeti në gjuhën Maqedone dhe më tha, çka bëjnë ata në Tetov? Ndoshta nuk e dinte se jam prej Tetovës unë. Thash më falë, thash, çfarë bëjnë? Kanë hapur universitet. Thash, shotej, ndoshta le të mësojnë njerëzit. Tha, po ma, e kemi paralel në këtë rast. Dhe më thanë, Maqedonia i takon vetëm Maqedonëve dhe s'ka popull tjetër. Emnin e ka Lambe. Thash, që Lambe? Ne këtë paralele kemi. Ne kemi xhami, ju keni kish. Ne kemi çaj, ju keni raki. Ne kemi dele, ju keni der. Tha, po, ama një shtet, një gjuhë dhe tjese. Në momentin duke biseduar me ata dhe po udhtojmë Kaliqeni, një bilbil kalojmë mbi kokat tana. Aja e bani tesbihun Allahut, ja bani diherët ciuciun e kaloj. I tham, çfarë ishte? Tha, bilbil. Tha, në çfarë gjuhë e bani ciuciun? Tha, ka gjuhën e vete. Subhanallah. Ai bilbili pas ka gjuhën e vete, unë kam gjuhën teme. Pra, edhe unë e kam gjuhën teme, gjuhën shqipe të amël të shishme. Kur mirëm të liqeni, më thëtë, ka do peshki, ju thonë krap, janë shumë mirë për të ngranur. Thash, shiqo, nuk më intereson ajo, më intereson diçka tjetër. Për qarë? Shife e ka pashaport? A ka letër njoftimi? A i ka 20 evra? Për tha, përse? Për të shku në Shqipëri. Tha, jo nuk ka. Interesant. Peshki po shkon ka edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, pa pashaport, pa letër njoftimi, pa 20 evra, une për të vizituar vëllezërit të mi,
ma kanë kufizuar. O lambe, prej Tanzanie, dallandishja, pa vish hirse, as dalse, pa një cent në gjep, e ka gjetë shtëpinë e babës tem, Molla Ademit për Shefc. E interesant, e bani folen, as në bani dam, as nuk e pëjti as babën, as nanën, e regulloj ati. Bile babi janë, u ba për rahmet, e kemi pas hoq imam, ai e mësoj si të bëje murin, duke e pa dallandishen. Ditër herë kara balte loqi babës për murit, dallandishe që 30 vjetë e ka reguluar. Pra, ai nuk ka punu me madein, po ka punu me madein Allah. Pra, kështu mbaroj biseda, pa i kisha fjallën, që e presëm vllaun tonë, Ahmet Kalan, inshallah na vinë sa më shpejt, 500 mrenda në liqenin e Ohrit na mësojnë që ne të shkojmë andi dhe të vinë këndi, bile dhe valet mbi ujë që përplasen për murin e Strugës edhe për murin e atje, po Gradecit, na tregojnë se ne duhet bashkohemi. Inshallah në bashkohen vetëm në fjalën la ilaha illallah. Të nderuar vëllezër. Tema është kush jemi dhe çka duhet me qenë. Ose çka duhet me qenë dhe kush jemi. Po para se ta filloj temën, Allahu në Kur'anin famlar thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum." O Muhammed, e kur të vinë ata që i besojnë argumentet e mia, përshëndetje me përshëndetjen islame, assalamu alaykum. Edhe juve sonte që jeni mbledh, që jeni të burë në këtë xhamin mëshirën Zoti na mëshiroft, jeni prej atini që i besoni argumentet e Allahut xhaleshanuhu dhe njëkohësisht e meritoni përshëndetjen islame, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simpatizuesët e topit, koha e ftofët, shi bie, por nuk e lëshojnë stadionin. Edhe atëherë kur dalën barës, bile edhe me 15 minuta mrapa, rrej mardhifën, shi bie, bile edhe me penale. Edhe pse vonohet hoxha e nderuar, ne mendojmë se të ta presim, inshallah. A jeni dakord? Pra, kush jeni ju, kush jemi ne? Juve jeni selam në tokën e Allahut xhaleshanuhu. Ju jeni ata që shpërndani mirësinë e Allahut xhaleshanuhu. Juve jeni shiu që gjallëron tokën e vdekur. Juve jeni në sytë e njerëzve lule që i zbukuroni kopshtet islame. Juve në sytë e njerëzve jeni lule që i zbukuroni kopshtet e botës apo botës islame. Juve jeni flutra e bukur që është ndalë mbi lulen e bukur. Ju nuk e kutni lulen. Ju nuk e trazoni flutrën. Por çka ndalesh dhe mendohesh ajo bukuri që është e lulja dhe ajo bukuri që është e flutra, nëpërmjet sive ta na i knaq shpirtin dhe thomi subhanallah. Ajo aroma e lules nëpërmjet hundës na i knaq zemrën. Dhe kur ta shofsh këtë bukurinë se as lulja, as flutra nuk e din se janë të bukura, po kush e din? Njeriu. Po për ka e ka krijuar Allahu? Për njeriu. Avelem yarau anna Allah sakhkhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ard ila akhir al-aya. A nuk shikoni njeri se ta kam nështruar qiellin dhe tokën. Qiellin dhe tokën. Pra, ne jemi lule, mbi lulen andalur flutra që e ka bani gjatë bukur dhe bukur. Juve, këtë Zvicrën e bukur e zbukuroni me Islami dhe një herë. Këtë Zvicrën e bukur e zbukuroni dhe një herë me Islamin. Juve, këtë Zvicrën e pastër edhe një herë pastroni me Islamin. A ka bukuri pa Islam? A ka pastërti pa Islam?
A ka jetë pa islam? Asë si vëllezër të dashur. La hayate illa fil islam. S'ka jetë të këndshme, jetë të mrekullueshme përveç se në islam. Juve nuk largoni njerëzit, as nuk i hidhroni, sepse ju jeni urë që i afroni njerëzit. Ju nuk i largoni njerëzit, as nuk i hidhroni se jeni urë që i afroni njerëzit. Juve nuk i hidhroni njerëzit, sepse nuk duhet bëhemi mur, po jemi urë. Juve nuk jeni kabigjik të mbillin ftyrat e njerëzve të i thoni këput qafës për mjek, por ju jeni porte madhe hapur që i pranoni dhe ata njerëz të cilët disi kanë gabuar ndaj jush. Ju jeni porte madhe e hapur që i pranoni dhe ata njerëz të cilët disi kanë gabuar ndaj jush. Juve jeni qati që e mbajni njëri tjetrin fort, dhe asisi nuk jeni ju streh të alshoni vllau në loq. S'pranohet. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besim të plot një njeri që nuk don për vllaun e vet atë që don për veten e vet. Juve nuk brengoseni kur para jush paraqitet një kodër e madhe, sepse e dini se mas kodrës vjen rafshina. Ju as nuk merakosini nëse nata erësohet shumë, sepse e din se mëngjezi është afër. Lullet një kanë thonë, pse i aq e bukur? Tha, nuk shiqon sa thera kam kaluar. Pra, kjo botë vëllezër të dashur nuk është e shtruar me rruga me pambuk, por është e vështirë, por çka duhet me ardhur të bëhemi lule për botën edhe për familjet tona. I nderuar vëlla, juve kur japën një pije të tharrur, ju nuk e refuzoni. E ka qëllimin të thartoj ai me diçka. To janë rumuze. Kur ta kaproni lang të tharët për të thartuar, të i mos e refuzo. Shtej sheqer e në pije. Juve në rast se va bien për të tallon një gjarpën të ngordur, mere. Lukura i ban 300 evra. Mishin e pjamacës ke se vapë. A din për shembull atë keqen ta kthish me të mirë? Edhe të mirën me më të mirë. Ne jemi të urdhëruar me Kur'an, Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zoti krijoi thot vdekjen dhe gjallërinë për të provuar juve sa më mirë të bëjni. Kush sa më mirë të bëjë? Keq jo. Juve vëllezër të dashur, e kuptoni njeriu e mirë për njeriu jo të mirë. E kur të vinë Sepse ata i që miri besojnë fol mirë argumentet e mia, dhe punon për mirë, jo i miri fol keq dhe punon keq. Si do t'ishte që dhe i miri të fole keq dhe të punoje keq. Për ata, njeriu i miri thot atij të keqit, mos ma prish këtë botë. Me siguri se kam të ta prishi botën tjetër. Dhe më para te, unë s'ta prishi këtë botë që ti të ma prishish botën tjetër. Bile nuk tap shans. Unë e si i mirë që ti të më kuptojsh se edhe unë e foli keq dhe punoj keq. Që që e dalimi që ka ban islami. Fjala la ilaha illallah, kjo është aja radilica që i regullon këto gjërat. Simpatizueshët e topit. Bile i thoe, unë i frigohem Allahut, për prej mu as kushim nuk duhet frigohet. Derisa unë i frigohem Allahut, prej mu as kushim nuk duhet frigohet. Bile përshëndetja jeme, kur thamë selamu alejkum, atë mirësin që ta shpresojnë në këtë botë edhe në botën tjetër, e thamë, ta besën se me gojnë teme edhe me durët e mija, kur njëherë nuk dhe damtoj. Të njajtën e duhe edhe prej ti. Kur thomi selamu alejkum, i lirë për gojës teme dhe prej durët mija. Dhe më parate, mjafton mëkat për botën tjetër vetëm ta shiqosh njeriun me vërëshdësi. Njeriu mbaj fjalë. E ku merr muslimani. Bile edhe me penale. Mjafton mëkat për botën tjetër ta shiqosh njeriu me vërtetësi. Mendoj se do ta presu kisha. Juve kur ndokushi ju ofendon, i thue, a ketën i bosh të paguaj? Islami kështu na mëson.
Kështu ka vepru pejgamberi alayhis salam. Si në Mekke, ashtu edhe në Medine. Nëse dikush i të ofendon, thoya, më kjedë një boshë të paguj. Juve jeni edhe rrugës të drejt, pyet një është e drejt, sepse nuk hesni për asfalti. Edhe kur është e shtremuar, ju hesni drejt. Kush na ban? Që ajo 5 herë në ditë kur thoe ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë. Juve bile dhe gurin e bardh e shifni në orizin e bardh, që dënë thët, s'ka gjatë që mund t'ju befason, se jeni ata të cilët e korrigjoni fjalën mirë, se shka thoni, bile shumë mirë me vëmendje ndigjoni ai tjetri që folën, do ta korrigjosh mirë. Kush është ai që fol me ti? Çka e ka qëllimi? Ku dën të çoje? Pra, ti edhe gurin e bardh e shef në orizin e bardh. Juve, kur ndokushi ju lavdrohet me pasuri, te i thuaj elhamdulillah, unë kam dituri. Kur ndokushi ju lavdrohet me pasuri, te i thuaj elhamdulillah, unë e kam dituri. Kur ndokushi ju lavdrohet me mezheb, te çka i thuaj elhamdulillah, jam ummeti Muhammed. Kur dikush ju lavdrohet me tarikat, ti i thue e kam Zotin që është Allahu hak. Që është Allahu hak, vëllezër të dashur. Pra, juve kur dikush ju thot, na jemi kajmak, ti i thue ne jemi qumsht. Nëse s'ka qumsht, s'ka kajmak. Pra, do më thonë, e kam islamin për dalë në kajmak. E ku erdhen kajmak pa islam? Ku erdhen kajmak pa islam? I nderuar i vëlla, juve nuk peshoni me peshonjën tuaj asnjëherë, por peshoni me peshonjën e Allahu xhaleshanu, gjithmonë është precis. Gjithmonë është precis. Edhe ju kur bleni diçka, nuk bleni ju, por e lini islamin të bleje. Islami të nderuar vëllezër, nuk blen gjaja të ndaluara, nuk blen gjaja të dishuara, nuk blen gjaja që janë të vjedhura. Pra, Islami të korrigjon. Islami të korrigjon. Të nderuar vëllezër, nëse kje mundësi kohën tënde të harxhesh, vepro. Dhe mos u luhat se ti je fitues. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Çka të shon për vete të Allahu xhaleshan do ta kesh. Bile edhe ma shumë prej asaj do të kesh. Gëzohu vëlla i nderuar. Edhe knaqu vëlla i nderuar kur ti kohën e gjen në shërbim të Islamit dhe kur fuqinë e harxhon në shërbim të Islamit. I nderuar i vëlla, koha është jetë. Përgjithësia është më e madhe se sa koha. Obligimet janë më të mëdha. Dhe mu për atë, hapi dikrahat tua për vëllezërin musliman, afroj, dashuroj, respektoj, ndihmoj me ata që të kanë ndihmuar Allahu xhaleshanu. Është një fjalë turqe që shumë më pëlqen. Allah'tan aldım sana verdim benim için bıraktım ne ka lazım. Pi Allahit mora, ti të dhash për mu ndala sa kam nevojë. Dhe më thonë, pasurin e nda në 3 pjesë. Një pjesë për vete, një pjesë për shembull e ron, për çdo nevojë, dhe një pjesë e ndan për ato nevojtarët. Të këshillohemi vëllezër të dashur, për të ngjitur përgjegjësinë çka e kemi ndaj dinit islam, duke filluar për vetes në familje dhe kështu mbar njerëzin. Të këshillohemi, ta shtojmë pregaditje më e mirë, din çka është takwaja. Takwaja në Kur'an di fjali ka, if'al wala tef'al, bane mos e ban. Urdhni e Allahut, decit është Zoti në këtë. Bane mos e ban. Bane të urdhnoj se është mirë për ti, mos e ban të ndaloj se është përsëri mirë për ti. Pra, Aliu radiallahu ta'ala anhu takva si ka dhënë një kuptim kështu. El khawf min el jalil wal amal bit tanzil wal qana bil qalil wal isti'dad li yawm al rahil. Me ju frikë Allahut, me punu me Kur'an, me mba mjaftim me atë që të ka dhënë Allahu,
dhe më bën përgatitje për botën tjetër. Pra, lidhshmëria e këtë kësaj ku lidhe vëllezër. Çka thot në shairi apo poeti arab? ولا تترك التقوى اتكالا على النسب ولقد رفع الإسلام سلمان فارسي وهبد بالشرك النسيب أبو لهب. Mos e le devotshmërinë ti mbështetesh fisit, sepse feja islame, Allahu e ngriti Selmanin dhe pse ishe prej Iranit, e lëshoi në fundit e Bulhebin edhe pse ishe migje e pejgamberit. Takvaja është ajo që e mban çdo punë që të hecë puna përpara. Të sigurohemi vëllezër të dashur në dinin islam. Këmbët që janë siguruar nuk rëshqasin kurri. Këmbët që janë siguruar nuk rëshqasin kërkundin. Të sigurohemi vëllezër të dashur pa marrë parasysh se çfarë sfidash do të kemi para nesh. Ne do të jemi ata të cilët do të qëndrojmë në besën që kemi dhënë me fjalën la ilaha illallah. Allahu xhaleshanuhu pa laku as sa një qime floke deri të takojmë me Allahun dhe Allahu t'jese i pajtuar në ne. Linë të dhaker, ta kujtojmë vëllezër të dashur janë i qetrit. Ky islam edhe pa ne do të mbetet. Edhe pa ne do të shkojë përpara deri në ditën e Kiametit. Pra, por ne të bëhemi tull e shëndosh asaj ndërtesës e cila i thomi islam, që t'jese komfore për ata që rinë në të ndërtes dhe t'jese tërhekse për ata që e shohën për anësh. I nderuar i vëlla, nëse ne nuk thrasëm në islam, besoni se do të na thrasën në rrugë të gabuar, të na largojnë për islamit. Dhe ata që na thrasën në rrugë të gabuar janë shumë. E para është epshi, le emmare të mbisu që na çon ka e keqja. E dita është pasuria lakmuse. E treta dunjaja mashtruse. E katërta shoku i keq. E pesta gruaja e cila nuk është edukuar islamikisht. Shoku në punë janë shejtan prej njerëzve dhe prej xhinëve. Pra, nëse nuk thrasëm, do na thrasën. Te prej di njerëzve njëri duhet jesh. Ose do të thrasësh ose kanë me të thritur. Pra, ne do të jemi pe atine që do të thrasëm edhe asesi nuk do të lejojmë që të na thret dhe kushi. Dhe më para te, i jeni të bëhemi vegz e qarapit prej kur fillon e ku mbaron këputet kuri. E jeni të bëhemi zjarë mi math që mos na shuje, mos na fikje as kushi. E jeni të bëhemi shkëmbi math që mos na qaje as kushi. E jeni të bëhemi kaf që lëshohet deri në push mrenda ku ka ujë dhe ku del plot. E mos bëhemi për shembull kaf që mrejnë sa është litari edhe dalë shprazet. I nderuar i vëlla. Walakin kunu ala hidharin tam. T'jemi të kujdesshëm. Sepse fjala kur del prej gojës në gojë mbetet. Fjala që del prej zemrës në zemër mbetet. Në zemër deporton. A shumë e keqe thosh diçka që zemra jote nuk e beson. A shumë e keqe diçka të thosh a zemra jote nuk ka besim në te. Vërejtjet i kemi në Kur'an. Lime të kulune ma la të falun. Kebura makten a indallahin të kulune ma la të falun. Pse e thoni një gjatë që nuk e punoni? Kjo është mëkat e madhe të Allahut këtë gjatë që i bani. Ajeti tjetër të në surët al-Baqara, Allahu thot, e të emurunën nase bilbirri vë të nësone në fuse kum ventum të të lunë e kitabe fe la të akilu. Për i urdhani njerëzit në punë të mire vetën tu e keni haruar. A jeni të mendu se që ka një bani? Dhe më thonë, njeri u qmendër e bankat. Të urdhnoje për një punë që hajdi vetëm se punoje. Ajeti tjetër që ka thëtë Allahu Gjeshanën? Vë men ahsunu kaule mimme da ila Allah wa amile saliha. Vë kale inneni min el muslimin. A ka fjalë ma e bukur, ma e shishme, ma e ëmbël se të thosh unë jam musliman. Por kjo teori. Vë amile salihan dhe punon punë të mira. Kjo praktik. Vë kale inneni min el muslimin. Nuk thot inneni me të vërtet jam besimtar. Që do të thot në familje të regon si e musliman, në rrugë të regon si e musliman, në punë të regon si e musliman, në fushë të regon, në male të regon, vetë kurije, me shoqëri kurije. Pra inneni mos të prohesh sepse i musliman. A turp të besosh Zotin? A turp bësh sejdë për Allahun? Ai nuk të prohet, e ban kapuçin kokë pse e ka fe. E thot unë nuk ha mishin e derit se ma ka ndërur feja.
Më nuk e pi alkoolin se ma ka ndurë feje. Ky Joni thot s'paj alkool se kam qirë. Qeti ma ka ndalë doktori mishin derit. Pse nuk i thot se Islami ta ndalon. Pra, ne do t'jemi decit në këtë punë, do t'a tregojmë se feja Islama një fe e cila është e logjikshme ta pranosh, se përputhet me ligjet e natyrës, vëllezër të dashur. Merren përgjithësi, ligjet e Islamit përputhen komplet me ligjet e natyrës, sepse Allahu gjithashtu na ka. Ajeti tjetër çka thot Allahu? Hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A barazohet ai që din ma që nuk din, po asnjëherë barazohet. Nuk ka fjala këtu. A barazohet ai që din ma që din. Po si, unë di pak ti din ma shumë. Nuk mund barazohemi. Nuk mund barazohet ai që punon ma që punon. Unë punoj pak ti punon ma shumë. Që do të thot, a është mirë të shkosh në shkollë? Është mirë, po mos mësojsh, s'është mirë. Të shkosh në shkollë, e të mësojsh, e të përparojsh, e të krijojsh, atëherë mirë. Të shkosh në punë, e mos punojsh, nuk është mirë. A mos shkosh në punë, e të punojsh, e të përparojsh, kjo është mirë, vëllezër të dashur. Dhe më para te, e rëmllakson ajeti se çka duhet me bën. Kjo është matematika islame, teoria plus praktika barazi islam. Teoria plus praktika barazi islam. Dhe më në fund thot pejgamberi alayhi salam në hadithin wa in lam tastahi fasna ma shit. Nëse nuk tërprohesh për Allahut, nëse nuk tërprohesh për njerëzit, punon ç'do duash. Që do të thot kush e bën kët, çata njerëz që nuk tërprohen për Allahut, nuk tërprohen për shembull për njerëzve, ata bëjnë gërdi në tokën e Allahut. I nderuar vëlla, takvaja si takva jo vetëm që në ibadet, që s'mund pranohet asnjë ibadet përveç se me takva. Ajo na duhet edhe në dijen. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bani devotshëm të mësoj Allahu. Shiqoni dija pa devotshmëri çka është bën. Ajo sot e kanë shndruar për shembull këtë tokën me peizazhe të bukura në poligon që provojnë armët më të rrezikshme. Dhe mu për atë dunjaja qish në luftën e parë botnore i tha njeriut o idiot. Kjo bukuri që manifeston mbi sipërfaqen e tokës është krijuar për ti dhe për gjallësën rreth ti, thot po në momenti që do ta shkatërsh te dyshkën me te. Po e shihni çka po bën. Pra dia por takvaja është ajo që i kanalizon punët. Me marr një shishe benzin me e fuk motorit e kallën. A me i fut në sistem 200 litra i ban, sistem dan. Sistemi e ban për shembull jetën e ban normale si që këto e pa këtu në këtë vendin tonë. I nderuar i vëlla, ejani. Kjo ligjërat në thot ejani të bëhemi poshter të Muhammedit alayhis salam për të përhapur mirësinë e Allahut mbi sipërfaqen e tokës. Ejani të bëhemi pi ushtarëve të Allahut xhaleshanuhu për të mbrojtur mirësinë e Allahut. Ejani të him partinë e Allahut, ela inna hizballahi humul muflihun. Vetëm partia e Allahut xhaleshanuhu është fituese vëllezër të dashur. Të nderuar vëllezër, qëllimi jem për kësaj ligjëratës, unë se kisha ndërmend bëj ligjërat, pasi kisha edhe hoxhën për javonesa, si thon rruga nuk ka vade. Por porosia jem është kjo. Qëllimi jem me këtë ligjërat ishte ta tregojmë mbar botës përgjithësi letrën e njoftimit kush jemi dhe çka dumi. Kjo ligjërat ishte për ne, kush jam unë dhe si duhet me qenë. Ose si duhet me qenë dhe kush jam une. Dhe më vërtet, t'ja tregojmë botës mbar përgjithësi, për shembull, letrën e njoftimit, kush jemi ne dhe çka duam ne. Dhe manja mend për kësaj ligjëratës një fjalë. Askandi nuk e detyrojmë të mendojë si ne. Askandi nuk e detyrojmë për shembull të jetojë si ne. Askandi nuk e detyrojmë të jetojë si ne. Allahu në Kur'an thot la ikrahe fit din ka të beje në rushdu me lërgaj. Allah i ka treguar di rrugë. Kjo është e bardhë, kjo është e zezë. Zgjidh dhe merë. Pra, askandi nuk e detyrojmë mendojë si ne, askandi nuk e detyrojmë për shkak të jetojë si ne, dhe askandi nuk e detyrojmë të jetojë si ne. Kjo ishte risalja e jonë, vëllezër të dashur, e hapur, nuk ka shtrëmsi në te, e qartë, nuk ka msheftazi në te, thot, është ndërtuar mbi bazat të shëndosha, larg fantazirave, besimeve të kota. Pra, me dojmë është kemi të punojmë.
Me dojë mos kemi të lodhemi. Me dojë mos e kemi qka edhe të sakrifikojmë. Por, vërejtja është kjo, me një njërim nuk mund bëhet. Edhe me një ligjerat, ditën e gjëma, edhe me një tribun nuk mund bëhet. Kret duhet me punuar, kret duhet me dhanë mund, kret duhet me sakrifiku. Edhe ata në sistem, me pas një sistem të mirë, me pas një regull të mirë, me qenë të disciplinuar, rezultatin të kemi ati. Dhe mu për e te, apeli jem qka është vëllezër të dashur në këtë rast. Apeli janë është kjo. Une disa gjumaja, para kësaj që këm ardhur, thasht bashkohen gjamiat. Elhamdulillah, arritëm qëllimin. Në përjashtim të gjamis që është uniteti. Por, qka ke ajo që në ndajti? E kuptova se ka do derë komunje, rëtullohen. Kur hinë shpejt e hanë ka hunda, kur hinë nga dale ha ka shpejna. Që dënë thot, neve nuk ja gjetëm kohën për të himër vëllezër të dashur. Nuk e u forcuam dhe mu për te Muhamedi alayhis 13 vjet Mekke, në akide foli, temel, si mos kese çatia do të rëzohet vëllezër të dashur. Por megjithatë, ne nuk do të hekim dorë. Ne do të bashkohemi. Këto ka njerëz që punojnë për një bashkim. Mos jetë se xhamia jote xhamia jeme. Unë e përshëndes Petritin, i cili po mundohet, po Petriti një njeri është. Me një ligjerat nuk mund bëhet. Kret, po më bëjnë natë për disa xhamia vëllezër të dashur. Po bëhen xhamia të mëdha, po ka xhamate, po ka tribuna, po ka. Pra, Lucernit i ka nevoj për një qendër islamike që ma Ramadani së në vajë ma atëre. Do vajë një doktor i cili e dinën e gjuhën dhe këtë rinin të futim se rinien a shkoj kotë. Apeli im është këtë. Mos bëjmë nga stresa ma, përveç se Petrit Efendiu me atë shoqërin që është bashkan gjitë në ndimani të bëni një qendër islamike sa ju në danë. Ata i kemi nevoj vëllezër të dashur. Dhe më përte, si përfundim, daveti vëllezër të dashur çdo herë është i dobishëm. Pa marrë parasysh çfarë fjale, një shembull shkurt. Në thret njani në Mevlut Nohër. I tham të shoh letaren dhe të paraqitem nesër. E pas se jam i lirë, ditën e del, mas i qindeje, jemi në Mevlut. E fala namazin e sabahut, i dërtova shtëpisë ati, po i bie zhiles s'ka asgjë, edhe një herë s'ka asgjë, edhe një herë 3 herë, është rendi. Suneti për e 3 herë, edhe ktheu. Shof tham, subhanallah, ki njeri që është mrenda dënë bëjë me vlut për sabah sa është ngritur. Kur a i dul, tha hoq më falë, tha më këshizon gjumi, tha një që më punë, ka më këshizon gjumi. Tha se më falë si sabah im ka mbetur. Subhanallah. Edhe une, tha, në familje në ka zonë gjumi, bana të largohemi, thamë si që pregaditu për të delën, mas që të ne jemi në vlut të kinë. Kur shot që ju paraqit për mrenda? Ta ore, tha, thire hoqën të të pëjnë një kafe. Edhe hinëm. U ula në salonin, vëllezër të dashur. Para mije e kam ormanin, vitrinën, me shishe deci, pjatin e dvoglave. Valla i numrova një 20. I thamë, më falu vëlla, tha, qka janë këta? Ahmedet jave emnin. Tha, kjo në zbukurimi i dhomës. Tash nuk më lejon të pisë ma të tje, i thot shoqës, ma shpit pregadit e kafe se hoxën s'ka ko. Edhe unë i thamë, më falë, të shishet mrenda shka i kanë, tha rakia, ma për mikun, Macedonë me thonë mikë. Gruje duke pregaditur kafen, e thënë shishen e pivës. Tha, hore dhe të qarë u bëqe, a tha më së më rëgjit promë, që pëjve tha e shprazit ishe. Edhe unë i thamë, o ti Ahmet, pak për majkin e shumë për fajtin. Ja bëna pak si lahi. Dole, pasha Allah, unë jam të shku rrugës, thamë, Ahmeti nuk e falë sabahin. Gruja s'ja falë sabahin. Në shpi alkohol ka, qka du bëjmë e vlutën atej? Si kur më tha dikushi, tha, të ishi që e punën tanë dhe që tërkushi e ka ndora të gja. Erdi dita, masi që ndeje e falemi, që ndeje e shkum të shpia, ule po në atë vend,
shishet po ati, edhe une po e kom nëjës me vlutit, si cëlla shishe më bën kështu. Haore dhe qaj të bati. Edhe alkoholi, edhe me vlutit, nuk shkojnë bashkë këta. Si e mbarova me këtë ato ceremonia që bëhet, gjemati janë 50 vetë këtë intelektuala janë. Mezin atina është edhe një doktor. Ai më ka ndihmuar shumë. Zoti me xhenet e shpërblet vallai. Tha Allah i kabull, thash Ahmet. Thash kjo nuk ka kabull. Nuk është e pranuar. Ose shishet, ose me vluti. Askushi nuk capat, askushi nuk fol kërgja. Dul Ahmeti jashta e mor një qese najloni, i futi, atëherë në mora vesh se 31 shishe ishin. Pa të këshin kanë kalamaj. Kër i qeri posh, ato Skenderbej edhe vodka, Allahu Akbar, ato babalartë posh. Khan Allah. E mori i fugi jashta edhe erdhë, prezentoj para mije, tha, hoxha, tha, e qova urnin të në vend. Tha, asha, urnin tem, a urnin e Allahot. Nëse ki që urnin tem, të jenë në Amerikë, të sa të shkoj unë do t'i mbledhësh prapë. Për nëse ki që për Allahin, Allahin e ki gjithmonë. Tha, vallahi, billahi, tallahi, kom për Allah. Kjo mbaroj me mu. Elhamdulillah. E tash, unë e fetarisht i tregova se pse është ndaluar alkoholi, doktori më ndihmoi në aspektin medicinal se çka bie alkoholi. Ne jemi të e pa se çka po bie alkoholi. 6 muaj kaloi vëllezër të dashur, mas 6 muajve Ramazan jemi, nata e Kadrit, edhe 20 minuta ka iftari, unë kam dalë të blej bukë të fura dhe për përsërit ajetet që ka di këndoj për Taravi, kur një vajzë më dulë për para, 8-9 vjeçare, e mblume komplet. Kjo është mrekulli të shifshat here, alhamdulillah, tash kemi, në arën e struk. Mu afru, selamu aleikum, Allahu Akbar. Hoxha Efendi, e nësa ka iftari, tash e 20 minuta. Tash unë pse pjetë, për tha unë ninoj, unë agjinoj. Tha shte e vogël agjinoj, në gjekat mdhaj, që nuk agjinoj. Tha unë jam e vogël me trup, tha zemën e kam të madhe. Ata jenë të mdhaj, pa zemën e kam të vogël. Allahu Akbar. Unë e futa dorën të jabë diçka. O që sep kënë herë, për mua. Edhe, ja tha, ne kemi $, falë, thash, e kuj tjetë e bi? Pa tha, hoqë nuk në njeftë, ne jemi në Amerikë. Pa kuj tjetë? Ahmetit. Allahu Akbar. Rruga, ma të regoj edhe numër e shpejtë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qaj da veti pak që e bana une, a e patë rezultat. Ne që këtheva të banesa, i thamë shoqë që shukë ndohet, pa Allahu është i madhë. Te vetëm folë. Një kokë grunë fugën tokë. Një kokë. 100 kokë dhe t'jape. Një kokë hurë mële. Do t'jape 400 vjetë. Te rezultati është ndorën Allahut. A mundi është ndorën tonë. Zoti do të na dënojë për mundin që japëm neve. Por rezultati është ndorën Allahut. Në mbrëmje unë sa i presëm iftarin kur zilja. Kur shofën Ahmetin, një përqafim me Ahmetin. Ai nuk e din se jem takuar me vajzën, diçka du një dhorat për Ramazan, edhe i thamë kështo, tha po hoxha, të tregoj, vallahi, billahi, tallahi, unë deri sa nuk ishte ai me vluti atë natë, kam qenë një njeri ma i prishur në Amerikë. Ma të grupet më të mëdhaja, Kojakun, kështë e dita në filma, me ata kështë pas punë, hinë burg e dilpi burgit, që tash i kam 3-4 ndërtesa, me 3-4 kat i kam dhënë me qira, kur ta pisësh Ahmeti konsh, ose në xhami shkon, ose pi xhami e vin. Pra, folë vëlla, folë, çdo kujt folë, nëse s'ka rezultat, te detirën tënde e ki ba. Pra, unë me çka që mbaroj me këtë temë të sotshme, që nuk ishte në plan program, po masi hoxha po na është vënuar, inshallah na vin. Pra, alas kemi dalë në fund të takmicës, pa kemi edhe ka 15 minuta, masaj bili mund bëhet edhe me penale. Lusë Allahun Gjeleshanuhu, o Zot, ne kur gabojmë ti na mlon, ne kur harojmë ti na kujton, ne kur smuremi ti tregojnë sa i fuqishëm, e kur të vdesimi tregojnë sa i mëshirshëm. O Allah, në bën të jetojmë si evlia, dhe në botën tjetër në nxjerr me embia, dhe në bën nasib xhenetin dhe afër pejgamberit jemi dhe bukurinë tënde me e pa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa ya fawzil mustaghfirin astaghfirullaha lillahi al-Fatiha.
Radio, televizioni pendimi, më pranë të vërtetës.